الحمد لله رب العالمين يا رب نحمدك ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلوات الله وسلامه على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المؤمنون يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مسيركم إلى النار صدق الله العظيم تداشر غليزر مسلمة الله جل شانه وجل جلاله متى آية كريم شعرنا الله أعلم بمراده نيتن ديسا منود دمارم ديسا فريد ننهي نفيالة الله ذو الجلال ذنن كل من مدرسة رسول الله عليه الصلاة والسلام دوك يولوت الله تفوتي بلو الله تجد ديشم ذكلت مشيرها كأين مشيرا نذه نذسي جناحكار për azapit të gjehennemit të nashpëton Gjennetul Firdausin nasib të naba. Amin. Vlezër të dashur, inkuadrohni me disa fjalë të shkurta që të harxojmë sa minut nga jeta jonë mjaft të shkurt, duke shpresuar në Allahun Dhul Jalal që frimarjet tona, të cilat i harxojmë në këtë vend dhe në këtë moment, Allahu me Gjennetul Firdaus të na kompleks. Amin. Vlezër të dashur, pra në nënhijen e surës Ibrahim, Allahu Dhul Jalal na edukon, Allahu Dhul Jalal prej gafletit na zgjon, prej delaletit na largon, pran hidajetit don të na afron. Pra Allahu Dhul Jalal na shpjegon për njerëzit të cilët në jetën e tyre kanë dështuar, në jetën e tyre kanë gabuar, Allahun nuk e kanë besuar. Të mirat e Allahut i kanë shfrytzu, por ato nuk e kanë falenderu. Andaj thot, alam tara ila alladhina baddalu ni'mat Allahi kufran? Ti, a nuk i shef se është për çudi, se atyre që Allahu ju ka dhënë të mira, ata në vend të falenderojnë Allahun për të mira që ju ka dhuru, ato në sipërfaqen e tokës shkaktojnë zullum dhe trazira. Bedelu ni'met Allahi kufran, të mirat e Allahut i kanë mohu, dhe në vend që të jetojnë mirë e rahat. Pra kja jetë ka zbrit në Mekë, dhe konkretisht bëhet fjalë për Mekasit, por kja jetë vlen për mbar njerëzit në rruzullin toksor, dhe jo vetëm për atë shekull, nuk vlen vetëm për shekullin e 7, por do të vlen deri në ditën e Kiametit. Andaj Mekasit, të cilët Allahu Dhul Jalal i pat garantuar në Mekë, ku pat bo dua Ibrahimi alayhis salam dhe tha, Rabbi ij'al hadha al-balada aminan, o Zot, bane këtë qytet të garantuar,
që këtu të jetohet me qetësi e rahati, warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun, dhe jeku frite të mira që të falenderojnë Allahun. Pra vëllezër të dashur, Allahu Xhelal ka kriju rruzullin toksor si sofër për mbar njerëzi, dhe çdo kush ka hise në tokë, ai që don ta bën për vete është zullumçar. Ai që nuk don tjerë të marrën pjesë në rruzullin toksor të jetojnë si ka hije, ato janë diktator, ato janë kriminal. Ande Allahu Xhelal thot: "Badalu ni'mat Allahi kufran wa ahallu qawmahum dar al-bawa." Dhe popullin e vet e kanë çuar në shkatrim. Pra e kanë çuar popullin e vet në shkatrim, por në fund edhe vetvete, se ata nuk janë duke ditë se çka janë duke bën. Pra vëllezër të dashur, Allahu Xhelal gjithë rruzullin toksor e ka pasuru me të mira dhe ka porosit që të jetohet rahat në qetësi dhe në bashkëjetesë. Edhe këti vendi, kësaj pjesë toke geografike, ku ka bo kader Allahu Xhelal që ne të jetojmë në këtë vend, edhe kësaj toke edhe kësaj pjesë i ka dhënë të mirat e tij. Subhanallah, i ka dhënë lumej që eci në përmes të kësaj toke, si që është vardari dhe treski. I ka dhënë një ujë të këndshëm, si që është vrella. I ka dhënë male, i ka dhënë fusha, i ka dhënë gjelbrime, i ka dhënë kushte për jetesë. Mirë, po janë çfarë jete janë duke jetu njerëzit? Pra vëllezër të dashur, në këtë vend që posedon të gjitha të mirat dhe të gjitha kushtet për jetë të mirë, rinia jonë ja ka mësy diasporës Evropës për kafshkapën e bukës. E çka bëjnë 3 tonë në Itali? Rujnë kafsh, punojnë vnesh, punojnë në mal. Po që këto kushta nuk i ka ki vend? Po mori ka. Po kush e ka faj? Pra nuk e ka faj toka, e ka faj koka. E kanë faj ata që udheqin këtë vend të bekuar, këtë vend të përshtatshëm për jetë, me mbar kushtet jetike. Mirë po, pse ati ka llogari të ruhen bagti, e të ruhen blegtori, e të mbjellen vreshta, e të punohet e të ndërtohet, pse ati ka llogari, sa dje ka njerëz që ja dun të mirën popullit vetë, ndërsa këtu nuk ka llogari. Pse? Se ky shtet nuk don ti të jetosh këtu. Bile këto madje pak ju duket kjo, por këto kanë ndërmente dhe gjithmonë mendojnë se na do të ikim prej kënde dhe do të shkojmë masovikisht në Turqi. Këtë ëndër duhet të harrojmë vëllezër të dashur, se kjo nuk është hera e parë që ka ndodhin në mesin tonë. Na jemi mësuar me proceset e pregaditura, proceset të mëparshme, proceset të diferencimit, proceset të irredentizmit, proceset të terrorizmit shqiptar. E ta nej, ndoshta nuk ju shitet se u bo monoton, e ta shëndrojmë pak. Si të themi? Ta është të themi radikal musliman. Subhanallah. Palavra, vëllezër të dashur, për fat të keq, në këtë ambient, unë nuk kam që të flasë rreth kësaj, dhe çka do që të them është pak, në krahasim me lotët e nonave dhe të prindve dhe të fëmijëve të atyre që janë burgosi. Lotët e atyre thonë shumë send, ndërsa unë jam duke thonë shumë pak, po nuk mund të rri indiferent, pa i përmend këto maltretime, këto malverzime, këto persekutime, deri kur vëllezër të dashur, deri kur, në këto momente që Bashkia Islame ka reaguar kundra kësaj qeverie, se ato veç e kanë dhënë vendin e xhamisë Burmali dhe kanë bërë marrëveshje dhe kontratë për rindërtimin e domit oficerëve në vendin e Burmali xhamisë. Kur Bashkia Islame reagon kundra atij vendimi, kundra asaj marrëveshje, asaj kontrate, ata nuk bëjnë zonë. E për të blenë në kohë, e për të bërë çuditëra e trazira, që të mos merren muslimanët me atë problem, ta qenë një problem tjetër. Çka? Ato fukarat, ato fëmijët e pafajshëm, që na solidarizohemi, që ne brengosemi dhe pikëllohemi për ato fëmijë që u vranë të pafajshëm, pa marrë parasysh të kujt janë. Na jemi muslimanë vëllezër të dashur. Na nuk guxojmë të gëzohemi për vrasjen e dikujt, por ne pikëllohemi se neve na ka mësuar Kur'ani dhe pejgamberi që të pikëllohemi për fëmijët e huaj, sikur për tonin. Kjo ka marrë fund. Më pak ne kemi një porosi nga Omeri radiallahu anhu.
i cili për një thupër që i ka ra komandanti çliruesi i Egjiptit, djali Amr ibn al-Asit, i ka ra një qytetari të rëndon, një këptis i ka ra një thupër, e ka marë për dore këptiu djalin prej Egjiptit në Medinë, ka shku të Hazret Omeri, ka thonë na ju kemi mirë prit që keni ardhur si musliman, ama djali komandantit i ka ra djalit tim një thupër, a bon kjo në islam? Qka sa Omeri? Sa ma thirë një Amri, çliruesi, komandantin e Egjiptit, sa ma bini këtu me gjithë djalin e vetë. Edhe kur erth Amri, e mor djalin për dore, dhe u dorëzu para Amirit, para Omerit u dorëzu, sa urdhnoja Emir al-Mu'minin. A dini qka sa Omeri? Po e dini sa, meta ista'badtumun nas, wa kad waladatuhum ummahatuhum ahrara. Këto duhet të shkruajnë këtë fjalë, duhet të shkruajnë Kombet e Bashkuara në hyrje të saj. Duhet të shkruajnë organizatat për mbrojtjet e të drejtave të njerëzve. Fjalën e Omerit radiallahu anhu, që tha: o Amr, kur i robnut njerëzit ju, të cilët i kanë lind nonat e tyre të lirë, ata janë të lirë, ju a i keni robnua, me një thupër që i ka ra djali i ri, shokut vet, kolegës vet, e ka llogarit Omeri robnin. Po me hi pas gjysës natës policia, e me trishtu fëmijët, e me trishtu familjen, se vetëm ato kanë dyshu, e tani me trazu e me trishtu. Kjo a nuk është robnia, kjo a nuk është robni klasika, më tepër se robnia, më tepër se robnia të trazojsh familjen, pa marrë parasysh kush janë ata. Natën, a nuk ka mundus, a nuk ka metoda tjera, që njerëzit e dyshuar të thirrën, e të ndalen, e të merren në pyetje, ama jo të rrehen. Atëherë kur ndodhi vrasja atyre të pafajshmive, ato deklaruan se thanë kjo është bën një vrasje, e kanë bën njerëz profesionalist. E tash kjo paradoksi, ose ndoshta vallë nuk është paradoks, por ne shqiptarët, edhe plakat edhe plesht, edhe shoferët edhe taksistat edhe berberët, qenë profesionalist për të vrarë dikën. Astaghfirullah, o vëllezër të dashur, të janë paradokse. E pastaj ato kanë inatin dhe kanë të keqin e luftës së 2001-shës me neve, se kanë humbur luftën. Ministri punëve të mbrëmshme asaj kohe, i cili boni masakrën e Gazibabës, boni masakrën e Lubeteni, boni masakrën fukarave pakistanes, të gvneshët e Rashtakut, që t'i thot Evropës se na i vrasëm terroristët që t'ja u ndihmojnë, se NATO-ja shumë e dobët është pa këto, me to e mbojnë NATO. Logistika e NATO-s mes me kon logistika e këtyre katastrofë, po këto e mbojnë duke i vrarë të pafajshmit në emën të terrorizmit. Shkun ato vëllezër, musliman shkun, viktim që kishin dalë për kafshatën e Bukës, i vrarë në emën të terrorizmit. Ato tjere me rastin e Sopotit u kalbën në burg, kush kërkoj falje për tyre, kush au kompensoj dëmshpërblimin e tyre. Ministri punëve të mbrëmshme të atëhershëm i tha ushtrisëm që kësë në Haracin më pritni se mbrëmje jo ma tje dhe pi kafe, por nuk arriti të pin kafen sa ati ishin ushtria, ndërsa ja ka në rritë të pinë kafe në shtëpia tona në mesnat. Që burgosin djalin dhe t'i thojnë nënës e djalit të burgosun të lidhër me pranga, ti duhet nga bësh kafe, e qetri të pushon 2 orë të flenë në dhomën qetër, në mesnat në familje shqiptara. Subhanallah, subhanallah, nuk është krinkja, a nuk është kjo talu, a nuk është kjo nënshmim, ti të kërkosh kafe prej nënës ti ja ke burgos djalit, jo ja ke burgos, ja ke maltretu, ja ke trishtu familje. Këtu nuk ka shumë komente vëllezër të dashur, por ne duhet jemi sinceri, ne duhet jemi gjithmonë të bashkuar, ne nuk guxojmë ne në mbashtrua, se këta dim të luajnë për kot e kanë. Njëherë luajnë në kartën e irredentizmit shqiptar, kinsa ato që janë musliman të mirëfill do thojnë na nuk jemi irredentist shqiptar, ne jemi musliman. Pastaj të luajnë me kartën e muslimanëve radikal, që një pjesë tjetër të thojnë na nuk i përkrahim ata. Jo vëllai dashur, na jemi një popull, na jemi musliman dhe jemi shqiptar.
Çka duhet të bëjnë ata? Na nuk guxojmë të lejojmë. Sikur ojko kur i afru dikjeve, ka të bardhë të ziut, i tha ka të zi, tha unë njonin për juve du me hangër, tha i bardhë është më i mirë për ty, tha ha të bardhin e jo mu, tanja e hangri të bardhin, e pas disa ditve tha, dhe të më gjesh edhe një ka tjetër të bardhë, tha jo nuk ka, e po tha si mos ka të bardhë, unë e ha dhe të zi, tha unë jam hangër, prej kur o hangër e tjetër. Pra prej kur o hangër ka u i bardhë është hangër edhe i ziu, prej kur dhe të vrasin si shqiptar, dhe të kthehen pastaj si musliman, e pas si musliman pastaj si shqiptar, me protestin subhanallah radikal islamik, 20 të burgosur të cilët pas ka marrë pjesë në luft kundra NATO-s. Subhanallah, kur more fëmijë, disa mortrije, disa pensionera e gra e femna, nuk ashtë turpa, a nuk ashtë turp që vetë një femën me logik dhe me ndërgjegje të pasër, vetë ajo talet me fjallët e tyre, pra vetë ajo dhe vetë shumë maqedonash të menqur, që nuk kanë rarë në ndikimin e nacionalizmit të poshtruar, edhe ato nuk e pëlqejnë këto, a ne nuk ka hije hiç të pranojmë një gjotë të tillë, por na duhet jemi të bashkuar dhe të dashur. Na nuk lejojmë që të njëherë të ndahemi në musliman të rëndom, tradicional, e në musliman radikal, e në musliman fundamental, e nuk e di çfarë, e të gjitha këto parollat e përgatitura që i ka kalu koha, ju ka kalu koha këtij në pallavrave. Vonë është. Elhamdulillah, edhe na jemi zgjumo, e kemi kuptumo, edhe na dim të lexojmë në mes të gishtrave, edhe na e shohim se çfarë është duke u bërë. Andaj nuk duhet të bim në ndikimin e tyre, nuk duhet të bim në kurthat e tyre, dhe nuk duhet të bim që ta çojmë ujin në mullinin e tyre, se ata kërkojnë vetëm shkase që ta na paraqesin neve para botës se kinë se ne jemi radikal. Ato u talën me Kuranin e muslimanve, ata u talën me Kuranin, me librin e shenjtë të muslimanve, e ku ishin ato musliman radikal që nuk u ngritën që të luftojnë kundra dikujt për Kuranin që e murën në përkam? Ku ishin ato musliman radikal? Asesi, asnjëherë vëllezër të dashur. Por Allahu dhul Jalal thot, jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar. Ato i pret xhehenemi, ata i pret xhehenemi në dunjë dhe në ahiret. Pse në dunjë? Ato janë duke jetuar në një ankth, ato janë duke jetuar në një pikëllim, në një dëshpërim. A dini pse? Se e din se kjo që ka bëjnë nuk ashtë vërtet, por do t'ishte shumë mirë që prindët dhe familjet e atyre djelmoshave të ndjerë, ata të ngrihen dhe të thënë, jo, mos manipuloni me ne, dhe mos merr një poena me fëmijët tanë, por na duam t'i gjejmë një dorasin e vërtet, se këto nuk janë ata. Këto nuk janë ato, mos manipuloni. Ato që duhet të ngrenzënin më tepër duhet jenë prindët dhe familjet e tyre, se mbar bota e mençur e din se kjo është vetëm grusht një syve për të blerë në kohë, për të humbë tragun e ndërtimit të objektit në vend të Burmali Xhamis, për të humbë problemet e veta mes vete. Mirë, po e gjenë momentin e dikur kur shqiptarët në parlament shahen mes vete, kur shqiptarët shahen dhe ofendohen mes vete, ata e gjenë momentin. Prandaj ne nuk guxojmë të bim në kurthat e tyre, vëllezër të dashur. Andaj nuk ka vend shumë për çudi, është me të vërtet mërzi. Ne solidarizohemi me të gjitha ata të cilët ju vriten fëmijët e tyre, dhe me ata të cilët merren në përkëmbë fëmijët e tyre, merren në përkëmbë familjet e tyre. Ne duhet bëjmë dua nga thellësia e shpirtit që Allahu dhul Jalal mbar njerëzimin nga mallverzimet e këtij manipulantëve, Allahu t'i shpëton. Vëllezër të dashur, kjo është një kohë e çuditshme. Në këtë kohë që bota ka përparu, që edhe më mundohen të mbashtrojnë. Edhe ka gjasa që më vërtet disa prej tyre që u mbathin këtë akuzë. Ka gjasa, Zoti na ruaj, që u mbathin këtë akuzë. Pse? Se janë ata të cilët vendosin. Ekspertizmat ato janë që i bëjnë. Para një muaji u diskutu dhe u bisedu haptas publikisht se shqiptarët nuk kanë njerëzit e veta që mbrendi ku gatuhet brumi. Nuk kemi ne aty. Na kemi njerëz që i lënë te dera, ndërsa a ka dëshmuar nga një familje
që policia që kanë hinë për familjet e tyre, ka thonë dhe një shqiptar, non, mos u frigo, po fëmijës vogël mërja kanë këthi pushkën. Subhanallah, fëmijës e rahin më njëri në koridorin e gjyqit e rahin, e pastaj, këto kanë mundësi të veshin edhe, kanë mundësi të veshin, si që veshin atyre të sopotit. Andaj, njëherë në një kohë, njoni kish pas vjedh diçka, së në zinin, së në gjinin, mbreti urdhënoi gjandarmarin e vetë që ta gjenë hajdutin, hajnin ta gjenë. Edhe ato e kishin vendos që njonin ta marën dhe ta qënë para mbretit dhe të thonë që baba mbreti kemi zanë, e gjetëm hajnin. E murën njonin të shkret, të kalu ka vendi ku ishbo vjedhja, edhe ja qunë mbretit, thanë që e kemi gjetë. Njoni tha, ju afru mbretit në veshta, baba mbret, gabime kemi, tha pse? Tha se aj hajni që ka vjedh dhe kanë pa njerëzit ka qenë me njësi. Ishte konë me njësia. Tha e kanë pa që ka qenë me njësi. A ki që kemi prunë na që kemi zonë, ki nuk ashtë me njësi. Tha qka të bëjnë? Qka të të thonë njerëzive? Kur të thonë, jo more, pa aj hajni kish konë me njësi. A di qka tha mbreti, po shumë kolaj është. Si? Tha, ja qesëm synin këti. Ja qesëm këty që e kemi zonë, ja qesëm një njësi, edhe dalim para publiku të thëmë që e kemi zonë saj që ka vjedh ka qenë me njësi. Pra këto edhe synin ta qesën edhe hajdut të bëjnë. Të njëjtë në kohë që është maket, pra ka mekanizma edhe kjo të bëhet, por në lusim Allahu në gjelar, në këtë moment që lutjet pranohen, që Allahu në gjelar t'i ngushëllon ato familje që i ka prek, kjo të lashe, dhe ato fëmijë, ato njerëz të cilët i kanë marrë veç një Zot e din se ku i kanë qunë. Atë vetin që i vrau dy shqiptar, ato nuk e qunë as në burgun e Shutkës, as të Idrizovës, se nuk ashtë i sigur ta që mund të hakmeret dikush. E këta tonët pra, ku i kanë qunë? Subhanallah, veç një Zot e din. Allahu ju ndihmoft. A i qedri që vrau fëmin gjaloshin e ri të Kondovës, u shpalli pa fajshëm. Po, a i shpallet i pa fajshëm, ki në vetë mbrojtje, e këto të vramit, e tyre janë, si pas tyre që zban, ama hiq nuk ban, në shumë argumente, as pak nuk ban, pra këto qenë kanë radikal islamist, se pas kanë marë pjesë në luft në Afganistan dhe në Pakistan. E tani argumentet, po ne, ato janë vetë argumente. Ka dhja të padit, ka dhja të sudit. Ka dhja vetë të ngre padit dhe vetë ajtë të gjukon. Pra ne në këtë situatë, por e kemi Allahun inshallah me vete, ajtë do të në mbrojë. Të ruhemi vlezër të dashur nga e keqja, të ruhemi nga hidrimi me zvete, të ruhemi nga e keqja e të tjerve, mbarë njerëzit dhe të udum të mirën, se ne ashtu jemi të porositur, të na vinë keq për familje çdo kujt sikur për tonë, të na vinë keq për familje në çdo kujt sikur për familjen tonë, dhe të jemi të bashkuar e asnjëherë të mbashtruar. Se gjithë këtë punë e bëjnë, të gjithë këtë e bëjnë nën ambrellën e fitnes në mesin tonë. Por Allahu Dhul Jalal thot: "Kul tamatta'u fa inna masirakum ila an-nar." Azdisni. Ju ka dhënë rastin që ta keni pushtetin dorë, dhe ta dini se pushteti është përgjegjësi e madhe. Pushteti është përgjegjësi e madhe. Dhe njeri që ka sado pak pushtet, duhet ta ketë frikë Allahut Dhul Jalal. Se fundi i tij është Kul tamatta'u fa inna masirakum ila an-nar. Allahu Dhul Jalal të doni azdisni, bani zullum, dhe ta dini se fundin e keni në xhehenem. Pushtet mbajtësi i keq, pushtet mbajtësi zullumtar, fundin e ka në xhehenem. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: Allahu Dhul Jalal i jep afat, edhe ndihmon pushtetin, qeverin e drejt, edhe nëse nuk është musliman. A është i drejt, i jep pushtet dhe jep bëllëk. Nuk e ndihmon pushtetin, nuk e ndihmon qeverin, zullumqar, edhe nëse është musliman. A nëse është musliman, a është zullumqar, nuk vlen. Nuk është musliman, po është i drejt, vlen. Te Allahu Dhul Jalal për dunjo vlen. Atje në Norvegji, aj që dun të paraqesin i sëmun, sa njeri vrau? 77 njërës ka vra aj. Por ty ben Zotin është maltretuaj,
ta një familje që është maltretu prej tonë. Subhanallah. E këto pa argumente të dishuar. Ani të dishuar. I dishuari në sheriatin islam, edhe në gjyqjet ndërkombëtare, i dishuari është i pafajshëm. I dishuari është i pafajshëm deri kur? Derisa të vërtetohet akuza e tij. Hiç pa vërtetu akuzën i kemi zara dikane të cilët e kanë vrarë. E pastaj po na del mjegull, e mjegull ka me mbet. Edhe kur prej mjegullës së dynjos zahiretit s'kanë me shpëtu, fundin e kanë në xhehenem. Vëllezër të dashur, wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Mos mendoni se Allahu nuk i din dhe nuk i shef ato zullumqtarët çka ju duke bë. I shef. Ajo është më i mëshirshëm ndaj robit vetë se sa nona ndaj fëmijës të saj. Ajo është i mëshirshëm, por ai i lën njerëzit zullumqtar i shef se çka do të bëjnë, ndërsa të dëmtuarve do të jetë shpërblime të larta. Ju dini se në Mekë, kur mushrikët e Mekës maltretonin muslimanët, pejgamberi shifte me sytë e balit dhe ju lutte Allahu xhalal, por Allahu e din më mirë. E çka thonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Sabran ala Yasir, inna maw'idakumul janna. Thonte duroni o familje Jasirit. Familje Jasirit, pra Jasiri, Sumeja bashortja dhe Amari i biri tyre maltretoheshte në kokër të diellit dhe u rrafshin me kamxhik duke i lidh në shkretin i rrahnin. Çka të bëj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Bonte dua. Edhe musliman thonë ja Rasulullah, deri kur Allahu dhul xhalal, se këto nuk i zhdukën këta zullumqtar. Kështu thonin musliman. A hasiba alladhina an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun? A mendojnë njerëzit se do të jenë musliman të mirëfillt, edhe ato nuk do të sprovohen në këtë botë, po do të sprovohen. Do të sprovohen në vëllezër të dashur. Do të sprovohen nga zullumqtarët, por e dim se në fund fitoria është e të drejtëve, ndërsa ndëshkimi është i zullumqtarëve. Sabran ala Yasir, inna maw'idakumul janna. Durimo familje Jasirit, se fundi jeta e juaj, në shtëpia e fundit e juaj është xheneti. A nuk shkon shahid? A nuk ra shahid Sumeja e pafajshme, shahidi i parë në historinë islame, gruaja Sumeja radiallahu anha? A nuk ra dëshmor Jasiri pasaja? Subhanallah. A nuk u maltretu gjali i tyra? Po valla, kështu pra, deri kur? Derisa musliman të zgjohen, derisa musliman të bashkohen, derisa musliman me zvete mes njëri tjetrit të mos ofendohen, derisa musliman me zvete të mos armiqësohen. Inna maw'idakumul janna. E vëllezër të dashur, kur do të hihet kafiri zullumqari në xhehenem, jo kur do të hihet, po kur do të hudhet. Kur do të hudhet në xhehenem, do ta pyesën zebanit e xhehenemit, do t'i thojnë: a të kujtohen të mirat tua në dynjë? A të kujtohet pushteti? Që fjala ite nuk mund të kthehesh te prap kur thoshe ti po edhe u kri. Që kjo është i akuzuari, që kjo është i dishuari, që kjo është i gjukuari, që kjo është i maltretuari, u kri. A ishe ti ai që vendoshe? A ishe ti që manipuloshe? A ishe ti që kishe poste, pushtete, pasuri? A ishe ti? Jo, nuk di unë kur gjo. Amon, unë s'mbaj mend kur nise. A kreti ke haru? Po, kreti kam haru. E që kam ba mend? Unë mbaj mend si kur shtu në xhehenem jam gjetë. Dhe s'kam jetu që nërkund, as njëherë. Kështu do të thot xhehenem liu. Ndërsa kur do të afrohet në xhenet liu, kur ta marrin me laqet për dorë, e kur ta afrojnë në xhenet, e kur t'i thënë selamun aleikum bima sabartum, paqja dhe mëshira Allahu qoftë për ti për durimin që ke pas, se ti ja akuzu vetëm se ke qenë musliman, ti nuk ke pas fajt se ke qenë musliman, dhe ti nuk ke pas fajt se ke fal namaz, dhe ti nuk ke pas fajt se ke bajt sunetin e pejgamberit, por bile tash gabim qenë ka, edhe është marrë në pyetje, pse ke Kur'an të shtëpia? Tash po bajnë ka edhe Kur'an me pas të shtëpia. Në talë me Kur'anin e ju halan bani në shtëpia. Gabim është kjo. Ju do të akuzoheni se ju keni Kur'an të shtëpia. Subhanallah. Po kjo asë në komunizëm nuk është bërë vëllezër të dashur. Po kjo asë në komunizëm nuk ka qenë që dikush të gjukohet, të donohet, të maltretohet, se ati është gjithë Kur'an të shtëpia. Subhanallah. Apo?
Selamun aleikum bima sabertum, fa ni'ma uqbad dar. Vëllezër të dashur, ne nga Islami nuk tërhiqemi. Ne nga kombi jon nuk tërhiqemi. Sa njerëz kanë jetuar nëpër burgje janë kalb, vetëm se kanë gjetë flamurin në shtëpitë e tyre. Subhanallah. E sa prej tyre janë kalb, se nuk kanë pajtu të hiqet hijabi 52-shën. Hoxhallarë janë kalb nëpër burgje, se nuk kanë dakurdu të hiqet mbulesa. E sa prej tyre janë kalb, e sa janë duke u maltretu. Pse tash në fund? Çka do na don prej radikalistit, prej atij që ka luftuar në Afganistan kundra NATO-s, prej atij të akuzuarit, në fund të akuza se në shtëpi tënde kemi gjetë Kur'an. E ku shkojmë ne tash? Hajde ku të shkojmë? Të dalim, ta hekim Kur'anin nga shtëpia, ta hekim sunetin e pejgamberit, ta hekim mbulesën, dhe të deklarohemi publikisht, dhe të themi nuk kemi mo shqiptar, as kemi musliman. E pastaj prap do thënë, ajo që nuk mund të ndodhë asnjëherë, këtë ëndër ato ne ta harrojnë, kjo nuk do të ndodhë. Na dhe më tepër do të jemi musliman, dhe më tepër do të lexojmë Kur'an, dhe më tepër do ta duam pejgamberin, dhe më tepër do falim namaz, dhe më tepër do të bashkohemi, dhe mes vete do të solidarizohemi, dhe kjo ne të jetë shkas që neve të na bashkon vëllezër të dashur. Kjo ne të jetë një ligjërat, kjo që ka ndodhë në mesin tonë, ne të jetë një ligjërat për atë të tonet në parlament. Bolmo me zanka, bolmo me zanka me zvete, se vallahi pas ka të balë, e ka rendi një ziju, u hangra unë prej kur hangër ka u i barë, kështu tha ka u, vëllezër të dashur, pra, ne do të vazhdojmë pa ata le të bëjnë që dun të bëjnë për fat të ketë, që na nuk kemi ati ku merin këto vendime, për fat të ketë, që na nuk kemi këtë din barbota, se ne nuk kemi ati ku merin vendimet kryesore për fatin tonë, por na kemi një Zot që ajë në mbron, inshallah. Kemi një Zot që ajë në mbron. I lutemi Allahu dhul Jalal, natën e ditë, para namazit dhe pas namazit, dhe kur bin të flejmë në familjen tonë, se mo nuk ka garant, o vllai dashur, a ka ma keq, se njeriu të mos jetë i garantuar në shtëpinë e veta, a ka ma keq se ti e ke mbyll derën, edhe ka gjasa kur ta shoh në hodnik kanë hi ato me maska. Subhanallah. Dhe që i kanë rrot derës në shkel dhe kanë hi mrenda dhe të gjejnë ti në gjumë dhe të trazojnë familje. A të garanton dikush që nuk vinë ta trazojnë familje, e pastaj të thënë, po na kemi desh him të shtëpia që tërkujt, po e kemi gabu adresë. A mambre dhe kështë gabime? Jo, të manipulime, nuk janë gabime. Pra ne nuk kemi garant për të jemi të zgjuar, të mos flejmë shumë, që qoni vëllezër të dashur. A do një të lidhin të hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thonë, në tretën hiset natës, kush ngrihet e lutet e falit, Allahu ja pranon lutjen, ja pranon namazin, ja pranon istikfarin në tretën hiset të natës. Bashkë atëherë vinë atë në tretën hiset natës, mirë po për fat kjesh neve në ka zonë gjumi se kemi ndejt vonë në internet. Në tretën hiset natës, Ebu Hurajra radiallahu anhu e pat ndajtur kohën në 3 pjesë. Prej acis deri dikur falte namaz dhe lexonte Kur'an Ebu Hurajra. Pasti ai pushonte, ngrinte bashkëshorten, ajo vazhdonte deri diku, e pastaj ngrinte ajo djalin e vet e ai deri sabah. Gjithë natën në shtëpinë e Ebu Hurajres, njoni ishte i zgjuar. Ja vlehem vëllezër të dashur, të rrim zgjuar natën, të rrim zgjuar natën që të mos na i thënë derën e hyrjes, e të mos na befasojnë në mesnat, se mo nuk ka siguri. Kështu nuk ka siguri, por ne jemi të sigurt në vetveten se nuk ja kemi borx askujt dhe nuk e kemi marrë në përkëmbë gjakun e askujt dhe jemi kundra atyre. Nëse eventualisht mendon dikush të derë gjakun, nuk mendojnë se ka musliman që don të derë gjakun e të pafajshmit, se një parim është në islam, nuk shkohet në xhenet me vrasje të pafajshmit. Nuk shkohet në xhenet me vrasje të pafajshmit. Por le të vlen edhe për këta zotërit në thojza, se nuk shkohet në Evropë me shtet policor. Nuk shkohet në Evropë. Ja, do të shkosh në Evropë kështu me shtet policor? Kështu as kështu nuk shkohet në Evropë, as kështu nuk shkohet në xhenet. Pra ne duhet të ruhemi nga të këqija që të na mbron Allahu dhul Jalal. Edhe një herë lutim Allahu dhul Jalal. Ato familje të cilat janë goditur me këto trazira të këtyre ditëve, Allahu ja u lehtëson.
Ato familje që i kanë fëmijët e vetë dhe monë në përkëmbët e tyre, në përkëmbët e kriminelve, Allahu fëmijët e tyre t'i liron. Ata të cilët akuzohen më serios për një gjë të tillë, inshallah Allahu i shpëton. Dhe na kemi bindje se duart tona të pastra nga gjaku i të pasajshmive. Andaj lusim Allahun Xhelal edhe një herë, që Allahu Xhelal mbar musliman nga zullumi zullumtarëve, Allahu t'i shpëton. Lusim Allahun Xhelal rinin tonë në Islam ta udhëzon. Lëvëton të jetë jetë të lumtur dhe shëndet të plotë. Të varfërit tonë Allahu t'i pasuron, të sëmurit tonë t'i sharon, të burgosurit tonë të pasajshëm Allahu t'i liron. Mbar muslimanve në rruzullin toksor, Allahu t'ju ndihmon, edhe një herë zullumtarët me vetë t'i shkatron. Nga azapi xhehenemit të na shpëton, Jannetul Firdausin nasib të na bën. Ela in ahsana al-kalami wa ablagha an-nizam. Kalamullahi al-Malik al-Qadir al-Aziz al-Allam. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى خاتمهم وسيدهم أجمعين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وتابعيه أجمعين ومن اتبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدك الظالمين بالظالمين، اللهم اهدك الكافرين بالكافرين والمنافقين بالمنافقين ونجنا بينهم آمنين سالمين آمين يا رب العالمين. اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم